Arkimed Lushaj, ose siç e njohim të gjithë Stresi, që nga fillimi i Big Brother ka qenë në mbështetje të gjestit, ai e ka theksuar disa herë se fitoren e meriton dhe se ka luajtur që nga fillimi dhe i ka dërguar edhe disa dronë brenda shtëpisë së famshme. Në një postim të ri në rrjetet sociale, reperi ka analizuar situatën mes tij dhe Rozana Radit. Tani që është afër finalja, kushdo bast që ziliqarët dhe njerëzit që kanë frikë se mos ju merr fitoren, fillojnë të ngacmojnë kot, të thonë ti s'ke shkollë, po ç'lidhje ka shkolla në lojë? Ti s'ke bërë asgjë, i thot gjestit. Çdo gjë ndodh për një arsye, i bon padrejtësi në Kosovë, e fiton në mes të Tiranës. Nëse Big Brother është lojë, atëherë këtë vit më shumë se gjesti s'ka luajtur askush. Unë nuk e di se kush mund të fitoj, por kryefjala ishte Cezari nga Peja. Rozana po tregohet zemërlik tani në fund. Tani këto javë të fundit dalin nga vetja këta që t'i thonë gjithë të zezat e të marrin me të mirë. Rozana qajti për gjestin, gjasme kur bëri prank se do dilte, por në realitet ajo pas ka qajtur për hallet të veta. Prandaj po ju them tani, janë javët ku e nxjerrin fytyrën ata që janë fake në lojë dhe duan çmimin e parë, do e mos, po se dim që publiku mban mend çdo gjë dhe publiku vendos, shkruan Stresi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.